Nuk ka indator të arrestuar për vrasjen e 23 vjeçarit shqiptar hekurant tsunami në Itali. Ai u godit me thik në gjoks në një parkim pranë universitetit ku kryen studimet. Mësohet se disa të rinj janë regjistruar si të dyshuar në lidhje me përleshjen në Perugia. Sipas mediave lokale, të rinjt u morën menjëherë në pyetje në stacionin e policisë dhe do përfaqësohen nga avokat. Autoritetet po i trajtojnë incidentin si sulm dhe kërcënim të dyshuar, ndërsa shkaku i përleshjes mbetet ende i paqartë. Ngjarja shpërtheu pas një feste në një klub pranë vendit ku i riu u gjet i vdekur. Hetimet e policisë në Perugia konsiderohen komplekse, pasi anëtarët e dy grupeve të përfshirë në përplasje ishin të panjohur mes tyre. Vendi i ngjarjes, një parkim para departamentit të matematikës të Universitetit të Perugias, nuk ka kamera mbikëqyrëse dhe kamerat e paktë brenda ndërtesës nuk kanë dhënë prova të dobishme për hetimin. Hetuesit investuan gjithashtu vëllain e viktimës, e cili është plagosur lehtë, por nuk dha ndonjë informacion vendimtar. Pika e përdorur për të goditur tsunamin mungon ende. Hetimi tregon se përplasja filloi brenda klubit të natës dhe u përkeqësua jashtë në një konflikt fatal. Përleshja ka nisur për çështje të parëndësishme midis dy grupeve.